Faleminderit shumë. Ligji për mundësinë që kompanitë të shfrytëzojnë asetet që janë ndërtuar më herët, qysh në kohën e Jugosllavisë për 99 vite, e për të cilin akuzuat është nen, i cili është vendosur në kohën e qeverisë së Hashim Thaqit me ministret energjisë PDK-n, është në 2016 i rikonfirmuar prap në kohën e kryeministrit Isa Mustafës me ministër të energjisë të PDK-s prap, ndërsa tash është përmirësuar, sepse atëherë ka thënë që për 99 vite mund të shfrytëzohen që nga data e hyrjes në ligjit në fuqi dhe për çdo aktivitet që nuk është ndaluar në Republikën e Kosovës. Ndërsa ne po themi, le të shfrytëzohen nga data jo e hyrjes ligjit, por nga data e ndërtimit të operimit, dhe atë jo për çdo aktivitet që ka dëshirë ndërmarrje.